Ky është Alket Zeqollari, një 14 vjeçar nga Pogradeci, i cili po dëshmon se pasioni dhe inteligjenca nuk kanë moshë. Ndryshe nga bashkëmoshatarët e tij që internetin e përdorin kryesisht për TikTok apo Snapchat, Alketi ka zgjedhur ta shfrytëzojë teknologjinë për të mësuar, eksperimentuar dhe krijuar. Së fundi ai ka ndërtuar një radar funksional që përmes valve arrin të detektojë objekte dhe njerëz në lëvizje. Ky projekt është në fazën e parë, është një prototip, por nëse ne mund të përdorim pajisje më të mira dhe më të avancuara, sepse në këtë projekt është përdorur një sensor i cili ka deri në 40 cm. Nëse përdorim një sensor që ka në një largësi akoma më të madhe, mund ta përdorim në shtëpi, në biznese, në fabrika, uzina. Në shkollat e qytetit ka dhe shumë vajza e djemt si Alketi që eksperimentojnë me programin dhe pajisje teknologjike. Po atëherë kam menduar që ta vazhdoj si projekt, pasi ky është vetëm një prototip dhe besoj ka kosto për pajisje që kanë një teknologji më të zhvilluar dhe kërkojnë më shumë kosto. Por besoj se dhe do të ndërtoj dhe aplikacionin ku mund të jetë aksesueshëm për të gjithë që blejnë këtë pajisje. Të rinjtë si Alketi tregojnë se ardhmja e teknologjisë shqiptare mund të ndërtohet me talent, pasion dhe përkushtim, nëse marrin vëmendjen dhe ndihmën e duhur.